Unë për shembull nuk isha mujt me i qu punë që i bë gruaja jam. Domethënë asnjëherë në jetë. Nëse më kish lënë gruaja fëmin 1-2-3 ditë, domethënë besoj që nuk di çu kisha mujt më dal. Që gruaja është shumë më e fortë. Po në anën emocionale, për të lidhur ndoshta edhe Naimi, mendoj që burri e ka përsëri barrën kryesore në shtëpi, e ndjen apo jo, Naim? Dension e para nuk domosdoshmërisht nuk pajtona me këtë idenë që portreti i burrit më ndërtu duke marrë për referencë gruan, domethënë, sepse portreti i burrit nuk është vetëm relacion. Gruaja, po tha edhe zotriu që është në shoqëri, duhet kontribuojë gjithmonë. Po, mendoj që rolin e burrit pak a shumë në periudha të caktuara historike e kanë determinu shumë faktorë. Janë këto konstruksione shoqërore para në cilat na kemi jetu, që u potencuan më herët, domethënë edhe ato rregullat fisnore, kanonore kështu me radhë, po pastaj mbi të gjitha ka qenë edhe, si më thonë, ekonomia në cilën kanë jetu. Domethënë domosdoshmërisht burri është pasi një person i cili duhet me ofru, domethënë, të mira për familjen edhe me mbrojt familjen. Kjo edhe për shkak të rrethonave në cilat na kemi jetu. Po, përveç se mbase privilegj që burri ka qenë i zoti i shtëpisë dhe ka diktu gjithçka që ka ndodhur në shtëpi, mendoj që ka pas edhe një pjesë të sakrificës. Tazom që ky roli prej liderit shtëpisë që është dashur me mbrojt familjen dhe me punu për to, mendoj që burrat në të kalumin i ka privu pa nga kjo mundësia që ndërit prind në relacion me fëmijët. Tazom ka ekzistuar një farë hendeku besojën prej babës me fëmijët, gjatë që nuk ka ekzistuar te nona, për shkak të mundësisë që nona e ka pas me qëndru vazhdimisht me fëmijët, kurse baba për shkak të rolit të tij suprem që e ka pas në familje, edhe angazhimit